Amma ba'd, falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut azza wa jall. Salawatu wa salamu ya dërgoj Muhammed sallallahu alaihi wasallam. O që të mshirë Allahu azza wa jall qërpita mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, jemi në hutbën e radhës të cikli I hutbeve si të sillemi me Allahun azza wa jall, me të vetmin qëllim që të jemi sa më afër Zotit ton, të jemi sa më të edukuar për raport me ata që na jep të mira vazhdimisht dhe pa Allah. Hutbeja sotme ka të bëjë me diçka që është nga më të veçantat e këtij cikli, e kjo hutbe titullohet si të sillemi me Allahun azza wa jall, kur Allahu zbret në qiellin e dunjas, ashtu siç I takon larg madhërisë Tij subhanahu wa taala. Se dini prej neve të nderuar vëllezër, e ka dikën që e don, e ka dikën që e respekton. Mirë po është e pamundur që dashuria me ushtu edhe me urujt me mesazhe. Është e pamundur që kjo dashuri me u kultivu vesh me telefonata. Patjetër dashuria duhet me mbajt me takime. Është e pamundur me thonë që filanin e du shumë, a e ki 2 kilometra larg I haku kur për e kur të ki taku. Andaj dashuria me mesazhe shpeshesh nuk është reale, pa pas takime. Nga se aq ma shumë takime, aq ma shumë shtohet respekti dhe dashuria ndërsjellë. Allahu azza wa jall kur ka folë për besimtarët e Tij të zgjedhur ka thonë yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah I do ata edhe ata dojnë Zotin. Andaj prej cilësive të Allahut është Allahu e do dikën edhe e urren dikën, ashtu siç I takon lartëmarrësisë Tij. Andaj besimtarët e dojnë Allahun, edhe Allahu I do ata. Gjithashtu Allahu ka thonë në surën Al-Baqara: "Walladhina amanu ashaddu hubban lillah." Ata që kanë besuar një mend Allahun si duhet, ata dojnë Allahun më shumë se çdo gjë tjetër. Andaj Allahu azza wa jall e ka thënë që çdo natë në 1/3 e fundit natës, me zbritjen e qiellit e dunjas, që I takon lartëmarrësisë e Tij, edhe Allahu azza wa jall I pret ata që kanë kërkesa. Allahu I pret ata që e dojnë ato, edhe Allah I do ata. Edhe mjafton me qenë gojën, me qenë sinqert ato që ka pëllyp e Allah I me ta thonë. Për arsye ka thënë pejgamberi sa nuk bën vaki një musliman brenda natës me bëni dua, edhe me bë dua për diçka të mirë kësaj bote dhe botës tjetër, e që Allahu azza wa jall mos mja bëu kabullon, e që Allahu mos mja pranon këtë dua. Kur është 1/3 natës shmedo? Për shembull, nata matet me ezanën e akşamit edhe me ezanën e sabahit. Jo ezanën e sabahit që shtyhen në xhamia, po kur hin kua sabahit saksisht, edhe kur hin kua akşamit saksisht. Thirr akşamit Allahu Akbar 7 ora. Thirr sabahit 4:55 edhe pjeston kinejon 5 orë, nëndina jon 5 orë, 10 orë, ose 9 orë, edhe don 3 pjesë. 1/3 I bjen që para sabahit 3 orë ka hyra e 1/3 e fundit e natës, që ajo është ai momenti ma I bukur, ai momenti që Allahu I pret ata që duan Allahun, edhe Allahu I pret ata që I don ai subhanahu wa taala. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Yanzilu rabbuna jalla wa ala fi sama'i dunya kull layla." Allahu azza wa jall zbret në qiellin e dunjas, ashtu siç I takon lartëmarrësisë Tij çdo natë. Edhe kjo ndodh 1/3 e fundit natës, edhe I bën 3 pyetje: "Men yad'uni fa astajibu lah." Kush ka nevojë me lut diçka që unë t'ja bëj kabull lutjen? "Men yas'alani fa uti." Kush kërkon diçka prej meje që t'ja jap? "Wa man yastaghfiruni fa astaghfiru lah." Kush do më marrë istighfar, që t'ja bëj kabull istighfarin, edhe t'ja pranoj istighfarin. Ata jo që kush ka mundësi me uqu këtë natë. Jo që kush ka mundësi me qenë I zgjut këtë moment.
Paramendoni me to një telefonat, ora 3-4 më njerë dhe në gjumi me stres kush po më thirë, qka po më thirë. Sidomos nëse e din prej kuj po t'jen telefonata. Ose a i qetre e ka të në fluturimin, shkup, mullhose në 4 gjysë, a i në flemu. Ose vjen e fjeti në tësë në alarma, se të mike elektronë. Shka po gjeni bileta, nuk përsëritin më shansa me fluturimin atë ko. Ose a i qetre që është i fejun, kitin e kënë fejun. Edhe nëna ka di që gjari se të pësavat i dhejt e si kinës. Ora 11 shumë kapson. Ora 12 përshin e tjera. Ora 1 gjera banjës. Ora 2 shumë, lavë. Pse bini nëna së më fle? Hanëm jasë më dhe me fle se tu. Edhe aja më dëmu. Diri kura ato dhe të bashkon shpirë. Andaj, nëse në këtë dunja me që si gjona, që i ki halal, po fjole për ato që i ki halal, rri për gjumë, e prish gjumi për termin, e prish gjumi se ki takim, ki telefonat, du është njerë jetën tonë me majtë menë, kur për jetë fundit e ki prish gjumin, një të drejtën e fundit natës, ako sekundit, këtë regullosh, pisodit e din, qumë me bindje, sa Allahu po të prit, edhe Allahu ka 3 elemente, 3 pyetje, apo do në ditë jam diçka, apo bje i stikfart, apo i ka bulli stikfarin, apo lutër që ka që apo i ka bulli lutjen. Këto 3 kërkesat, çdo natë, një të drejtën e fundit natës, Allahu i përsërit. Kuna mi a përsërit? Ati që është në gjumë, a i qëtë të lukë 4 shkraj, a i qëtë në PlayStation, ke qëtë në diskotek, kuna mi a po ka bulli do? A ne pak një ata njerës që i bojnë të lutje dhe të do. Paramendoni ka dërru vëzën, për padat të kalumën, kush ka pas një hapë një derë, e kalumën duajë një të drejtën e natës fundit. Kush ka pas dhe një mos marveshë me dikja një ka hinga, i ka thonën kime mandi zonin. Jo me mu hakmar fizikisht, kime mandi zonin me doat e mija. Transmetuazën një plakë, Allah i si një shpalje plakë ka bërë në vetë, e ka pasë burin e ka pasën paralit ma. Edhe to zotin me sëpërmu ke kloke edhe i vdes burin. Në atë ku ka qenë një ministrë zullumqarë. Edhe kjo ministrë e ka diktu që kjo burë s'ka kush me mbrojt, ka shkuja ka konfisku padrejsisht pasurin. Edhe kjo plaka ka orë për shtetë po në kohët, po s'u jam të qënë kur vishën. Ministri po orë hajgarë, mi thëtë se i plakës, a të qka, për kusë mujtët me ndimu, shumë një të retër natës, një njërë para namazës a bajt, edhe lotën është a bajt apo në ka bullo në që. Këto e ka thënë ministri me në qmu plakën, edhe pse ministri e ka di që a bajt për ka bullo këtë po doa. Plaka i thëtë falimin diri. Shkon kjo plakë loke e dërmume, mera bes edhe natën qovët i falë të lëkatër. Edhe të Allah, une nuk kom zotë për steje. Ti ki plakë njerë zë robë që të lutë në ty. O Allah, unë jam e pa fuqishme, më kanë shumë fuqia trupi, s'kom burë, s'kom e larë. O Allah, veç ty të pomë, te e din, qysh ma të merë është taj një ministrit për zullume që me ka mu. Edhe dhe dojmi që me tika në dotën, duhet me dojnë para popullë, para masës, me mëra me shkopi, apo me u ekzekutu filan ministrit. Edhe kjo plaka me rvesh edhe me atë kurën e vetë në lotë, dhe edhe e shëtë ministrin duke u rafë. I thot ministrin, o i plak e qurë, tja për një lëmë qurë e natën në lutë e kudër mua, tha po, tha e po që duaja jote. Hak jo, mëzuni me njëherë, edhe mëzuni duke e kjellë, edhe duke u surku pasu një dhe tash për e shoj denimin e duas në mëve. A dhe mos më ashto që filanja s'ka më shtetit. Mos më ashto që filani kam për të vetë s'ka e plakë. Mos më ashto që a i qetrin e ki mund që mund me buzullon. Se ajo e ka një zot që është mishtar ka qej edhe i dëgjon lutjet, ankesat e kërkesat e robëve të ti. Aliu radiallahu anhu e kanë pyet njerëzit, a bënë të bëni pyetje? I ka thonë po. Kem bejnë ne o bejnë e arshit rahman. Sa është distanca mes neve edhe arshit të Allah të asë o gjelë gjithë për shishmit. Asë nuk i tha me kilometra, asë kështu, asë rëto. Tha duarën da dhëllumë. Distanca që që vukër, sa që e zgobilon ma shumë distancën duaja atë që i ka për adresi. Sejdi Ibn Gjubejri, ka qenë njëri që ka folë shumë namaz natë. Edhe ka qenë njëri që sa e ka bu doa dhe i numi Allah e ka bu doa.
namaz ka po dua, Allah i ta kthej qafë në knus. S'po mlea Allah s'po falë. Kur quhet nesër me knusi i ngorë në barë. E tha, qka u bu knusi pas ka ngorë, pas ka vdek, i thot nona vetë, me sa ki po dua ti. Andaj u bini nonës, kushtu që të bom pa drejtësi, mos u gut me po dua, se Allah ja kthej qafën ati që ka po zullum. Andaj edhe për të nusë për t'jem puna për s'pëndo. A i qëtë i ka t'i lupë shpi, e lupa e rada lupa është, të e se rëbishtë një shumë për të tyrë. Mytu e njëm, më zovë sabaj, më zovë akshomin. Shka ma zare me njërë në bëhë për për të. Hukum të shlopa, të jem bëhë. Tribune të rapë të lupës tonde. A i qëtë i kërë tjere se në të shkaj me kuve, më shohë vëllontë dhe më shohë qamit dhe në tjere. Pa shohë për për tjere, pa të të për ty mirë së më të këmbrya. Andaj duhet me pas kujdesin qka po vepron edhe që shkusilës se jojnë me laqë që e regjishtojnë luqën tonde edhe është një Allah që e dëgjon doan edhe kërkesën tonde. Andaj Allahu Azza në pret, Allahu në thret, a i cili ka dert, a i cili ka problem, a i cili ka nevojë me të gjuzoni, a i cili ka nevojë me ka buku doaja, me ju folë gjënohat, e ka një Allah që çdo natë, ditë të 3 natës, zvret në qipën e dunjas, si që i takon larmërizën ti, edhe i bret kërkesët, lutjet dhe doat e tona. Andaj lutën e Allah Azza në të momente, mundohni që në rojës të kuarë për vetën, familjen dhe barë besimtarët, qofshin të gjallë, apo të vdekur. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم فيما كنتم وسمعتم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل